Por thelbi nuk është ke Erion Velia si individ, është ke filozofia e Edi Ramës dhe e rilindjes pas vitit 2013, që ka nga një Erion Velia në çdo zonë, në çdo komunë apo ish komunë, apo në çdo bashki të Shqipërisë. 5D-ja në thelb, kryevepra e Erion Veliajt në Bashkinë e Tiranës, mënyra më e sofistikuar që ai kishte gjetur për të vjedhur paratë e qytetarëve të Tiranës, me drejtorët e tij, është një skem që po ta shihni, është shpërndar edhe nëpër institucione tjera, edhe në Ministrinë e Infrastrukturës, edhe nëpër ministri tjera, por është shpërndar edhe në ish komuna. Unë vi nga zona Vaqarit ku ka një Erion tjetër, por që në atë rast quhet Gentian Myrto, një bandit elektoral, por jo vetëm, një hajdut i tokave të qytetarëve dhe banorëve të zonës Vaqarit, i cili ka goditur për vite me radhë të gjithë qytetarët që nuk kanë votuar Partinë Socialiste apo që kanë qenë fanatik dhe mbështetës Partisë Demokratike, antar, militantë e tjerë. E njëjta gjë ndodh në zona tjera të Tiranës ku kam përmendur shpeshherë Arben Malokun, shkëlqen një prej banditëve më të mëdhenj elektoral që ka sot ende Tirana, në zonën e Zallherit dhe të Kamzës ka bërë identik të njëjtën gjë duke bler vota. Adriatik Kupi, një person tjetër, në zonën e Bërzhitës, Baldushkut, në Fark e zona tjera. Administratori i Lundrës, Nari Lundrës, e njohin gjithë, hajdut elektoral si ai nuk ka tjetër.